Personi yt po vuan shumë në këtë moment për shkak të teje. Fillo but, merr frymë thellë, nxirre, lëre këtë zë të gjej hapësirën ku i ruan kujtimet për të. Cepin e vogël me të qeshurën e dikurshme, filxhanin e papërshtatshëm, jehonën e një lamtumire që e përsërit shumë shpesh. Ulu për një çast pranë këtij ndjenja. Këtu nuk bëhet fjalë për faj. Bëhet fjalë për të njohur, për të kuptuar çfarë jeton pas heshtjes dhe pse personi për të cilin mendon kaq shpesh vuan në heshtje. Një konstatim i sinqert. Ka dik ndoshta dik që të ka dashur dikur me zë, ose dik që të ka dashur në heshtje, ose dik që kur nuk e ka thënë që mban brenda një dhimbje që rrotullohet rreth teje. Kjo dhimbje nuk është gjithmonë dramatike, jo si në filma. Shpesh është një tërheqje e lehtë, e vazhdueshme, që i ngjyros ditët e zakonshme. Ajo shtrihet mbi vogëlsira, ora në të cilën dikur flisnit, mënyra si planifikonit, pyetjet e pashprehura që tani janë grumbulluar. Kupto një gjë, dhimbja nuk bërtet gjithmonë. Ndonjëherë ajo renditet në rutina të rregullta. Ndonjëherë mban një mask indiference, por poshtë saj fshihet një zemër e zhveshur që përpiqet të kuptojë, që përpiqet të kujtojë si të jetë e plot pa njeriu mbi të cilin është ndërtuar. 2. Pse vuajnë? Ka mira arsye dhe shumica janë njerëzore. Pritshmëri të zhgënjyera. Njerëzit ndërtojnë të ardhmen e tyre si shtëpi letre. Gjeste të vogla që grumbullohen e bëhen plane. Kur këto plane shemben, gjithë projekti duket i gabuar. Ata nuk vajtojnë vetëm personin, por edhe jetën që e kishin imagjinuar me ty. Pyetje pa përgjigje. Njerëzit kërkojnë kuptim. Kur një urë digjet ose një mesazh mbetet pa përgjigje, mendja bie në rreth vicioz. Pse? Çfarë bëra? A nuk isha je mjaftueshëm e? Pendim dhe faj. Ndonjëherë ata ndjejnë se të kanë zhgënjur ose se ti i ke zhgënjur ata. Në të dy rastet, faji është i rëndë. Rri mbi kraharor sigur dhe e bën frymëmarrjen e ngushtë. Vetmia e fshehur si zemërim. Zemërimi është më i lehtë të mbahet se brishtësia. Prandaj ndoshta tregojnë inat ose sarkazëm, sepse të pranojnë se ende të duan do të thoshte të hiqnin armaturën e tyre. Shoku i distancës. Edhe kur marrëdhëniet ndryshojnë ngadalë, heshtja e papritur mund të duket si rënje në stomak. Një shok që ka nevojë për kohë që të ulet. 3. Si duket dhimbja e tyre. Edhe kur funksionojnë nga jashtë, nuk do t'i shohësh gjithmonë të qajnë. Dhimbja e tyre shfaqet në gjeste të vogla e të heshtura. Qëndrojnë më gjatë te postimet e tua se te ato të tjerëve. Vërejnë detaje që ti i ke harruar. Ruajnë gjëra, një faturë, një copë të vogël teksti, një foto si spiranca të vogla në të kaluarën. Sillen më impulsivisht në gjëra të vogla. Mesazhe të vona, vizita të papritura, një këngë rastësore në radio që ua nis e ua mbyll ditën. Gjua e tyre bëhet më e shkurtër kur je afër ose kur biseda është për ty. I shmangen bisedave ose qëndrojnë shumë gjatë në to, duke shikuar në zbrazët i. Bëjnë shaka më agresive. Humori si mburoj. Shumë njerëz funksionojnë me një thyrje që për të tjerët duket si normalitet. Kjo nuk do të thotë se brenda nuk ka stuhi. 4. Bisedat e padukshme që ata bëjnë. Si kur të dëgjoje monologun e tyre të brendshëm, me shumë gjasa do t'ingëllonte kështu. Si kur ta kisha thënë ndryshe. Ndoshta duhet të telefonoj. Ndoshta nuk duhet të telefonoj më kurrë. Çfarë kam humbur? A mendojnë ende për mua? Ata luajnë skena që për të tjerët duken të vogla, por për dikë që ka varur shpresën të ato skena, janë monumentale. Kërkojnë shenja. Lexojnë kuptime në fjalë neutrale dhe ndërtojnë histori të tëra nga shikime gjysmë të shpejta. 5. Pse e fshehin dhimbjen e tyre? Në heshtje ka kuraj, por ka edhe frikë. Arsyet pse nuk tregojnë asgjë, druhen të duken të dobët, druhen të humbin dinjitetin, nuk duan që ti të ndjehesh fajtor e. Mbrojnë veten nga një goditje tjetër. Ndonjëherë njerëzit më të guximshëm janë ata që vuajnë më me zë të ulët. Zgjedhin heshtjen sepse bota e pret prej tyre. 6. Gjërat e vogla që i tradhtojnë. Nëse shikon me dhëmshuri, dallon modele. Modele shmangjeje.
i shmangen vendeve që u kujtojnë ty ose kthehen atje me ngulm. Ndryshime në përditshmëri, ritëm tjetër gjumi, rutina të reja, planet të ndryshuara shoqërore, punë e tepërt. Gjeste të vogla bujarie shenjë që po përpiqen të qetësojnë zemrën e tyre duke ndihmuar të tjerët. Mot i brendshëm emocional, një ditë qetësi, tjetra stuhi pa arsye të dukshme. Këto nuk janë prova, por në kontekstin e historisë suaj janë shenja. 7. Çfarë nuk thonë, por duan që ti ta dish. Lexo mes rreshtave. Kur heshtja e tyre është e rëndë, mund të fshihet kjo. Ende e kujtoj ne. Detajet kanë rëndësi. E qeshura jote, ecja jote, shakat që vetëm ju të dy i kuptonin. Jam i e zhgënjur. Jo gjithmonë me ty. Ndonjëherë me mënyrën si shkoj gjithçka. Më mungon të jem pjesë e jetës tënde. Jo çdo ditë, jo gjithmonë dukshëm, por shpesh në heshtje. Më vjen turp për atë që kam bërë ose nuk kam bërë. Ndoshta ka pendim që nuk mund ta thonë, sepse fjalët do të ndryshonin gjithçka. Dhe një mendim i butë, i dhimbshëm, ndonjëherë dëshirojnë të mund të ishin personi që ti kishe nevojë. Dhe ky dëshirë dhemb, sepse tani është vetëm dëshirë. 8. Kur dëgjon çfarë presin prej teje. Nëse ky njeri të është i rëndësishëm, qoftë për t'u kthyer, për të dhënë ngushëllim apo për të vendosur kufi të qartë, ka mënyra të mira dhe të qarta. Qartësi në vend të mjegullës. Nëse ke nevojë për distancë, thuaj e butë. Nëse dëshiron të flasësh, hap një hapësirë të sigurt. Paqartësia është helm i ngadalshëm. Pranoj ndjenjat e tyre, pa tentuar t'i riparosh. Skep se t'i zgjidhësh çdo trishtim. Një të dëgjoj ose më vjen keq që po vuan mund të jetë balsam. Sinqeritet me delikatesë. E vërteta, kur jepet si ilaç, mund të shërojë. Brutaliteti pa kujdes vetëm thellon plagët. Respekto ritmin e shërimit. Të dy mund të keni nevojë për kohë. Koha nuk është mungesë. Koha riformëson. 9. Nëse e do përsëri çfarë ndihmon dhe çfarë jo. Është normale të duash dik prapa, por një ribashkim i shëndetshëm ka nevojë për ndjeshmëri. Çfarë ndihmon? Merr përgjegjësinë tënde. Nëse ka pasur gabime, përmendi pa justifikime, kjo është forcë. Ndryshime të vogla e të qëndrueshme. Gjeste të mëdha shpesh dështojnë. Qëndrueshmëria rindërton besimin. Dëgjim i durueshëm. Dëgjo plagët e tyre pa i ndërprer, pa u mbrojtur, pa e kthyer bisedën tek vetja. Kufit si shprehje kujdesi. Kufit nuk janë mure, janë struktura sigurie për të dy. Çfarë nuk ndihmon? Presioni për qartësi të menjëhershme. Nëse dikush s'është gati, presioni krijon plagë të reja. Gjeste publike që synojnë të imponojnë ndjenja, duken manipuluese dhe e vën tjetrin në presion. Fjalë pa vepra. Kush thot shumë, por nuk ndryshon asgjë, e mëson zemrën të mos i besoj gjuhës. 10. Nëse të duhet mbyllje dhe jo ribashkim. Mbyllja është akt vetë kujdesi. Nëse vendos të largohesh përfundimisht, bëje me dëmshuri për veten dhe për ta. Shkruaj çfarë s'mund të thuash me zë. Letrat janë mjete të shpirtit. Nuk ke pse ta dërgosh, qartësia vjen gjithsesi. Vendos kufi të qartë dhe mbaji. Nëse mungesa kontakti është e nevojshme, thuaj qartë, por butë. Ritualet ndihmojnë. Një shëtitje, një gjest i vogël lamtumire, një vijë mendore në rër shpesh më të dobishme se bisedat e gjata. Falja i përket atij që fal. Mund të falësh për t'u çliruar vetë, pa e justifikuar të kaluarën. 11. Shërim për ta, për ty, për të dy. Shërimi nuk ecën kurrë drejt. Ai luhatet, pastaj stabilizohet. Shfaqet në forma të papritura. Për ta, jep kohë. Sugjero terapin me kujdes nëse është e përshtatshme. Inkurajo gëzime të vogla dhe mbështetje nga miqt. Kupto që zemërimi nganjëherë është pjesë e dhimbjes së humbjes. Për ty, mbro zemrën tënde. Dhimbja për një njeri është prapë dhimbje. I e durueshëm e. Foli vetes me mirësi dhe gjej ritme të reja. Për të dy, mirësia është filli që kthehet. Edhe nëse nuk ecni më në të njëjtën rrugë, s'keni pse të ecni mbi gjurmët e së kaluarës. 12. Një çast i udhëhequr.
Nëse dëshiron, provoje tani bashk ose vetëm. Mbylli sytë, merr frymë ngadalë. Imagjino të dy në një dhomë me dritë të ngrohtë. Jo dhomë perfekte, një kuzhinë e vogël e çrregullt ose një divan i rehatshëm me një batanie sipër. Shije aty, shije si i mbajnë duart, shije shpatullat e tendosura që mbajnë peshë. Imagjino t'i thuash një fjali të vetme sinqerisht dhe pa fajsim. Ndoshta, shoh që po vuan, ose më vjen keq për pjesën time, ose thjesht të dëgjoj. Bëre reagimin e tyre në imazhin tënd të brendshëm. Nëse e pranojnë, merrni frymë bashkë. Nëse largohen, lëri fjalët e tua butë dhe lëri të qëndrojnë pak me ta. Hap sytë kur të jesh gati. Ruaj qetësinë brenda vetes si një gur të vogël. 13. Fjalë që mund të ndihmojnë. Fjali të shkurtra nëse duhet të kontaktosh të buta dhe të sigurta. Kam menduar për ty kohët e fundit, pa presion për t'u përgjigjur. Më vjen keq për atë që të kam bërë. Do të doja ta kuptoja më mirë kur të jesh gati. E shoh që ishte e dhimbshme. Nëse dëshiron të flasësh, jam këtu. Nëse jo, e respektoj. Për shërimin tim, tani kam nevojë për distancë. Të uroj çdo të mirë. Po zgjedh të ecë përpara. Uroj të gjesh paqe. 14. Kur dhimbja bëhet rritje. Dhimbja, kur përballet mirë, bëhet mësues. Mëson për ulësinë. Mëson të dëgjosh heshtjen e tjetrit. Mëson vlerën e besimit që ndërtohet në gjeste të vogla e të përsëritura. Ndonjëherë njerëzit largohen dhe bëhen versione më të buta të vetes, versione që ndoshta nuk do të bëheshin kurrë së bashku. Ndonjëherë njerëzit kthehen të ndryshuar. Të dyja janë të mundshme. Të dyja janë njerëzore. 15. Një shënim i fundit plot dhe mshuri. Kur dikush vuan për shkakun tënd, kjo flet më shumë për thellësinë e asaj që dikur ka ekzistuar mes jush, se sa për moralin e një veprimi të vetëm. Prania jote ka pasur dikur aq shumë peshë, sa që ndryshimi i saj la një plagë. Kjo është një e vërtetë e qetë, e brisht. Çfarëdo që të bësh më pas, bëje me qartësi dhe kujdes. Ke të drejtë të mbrosh zemrën tënde. Ke të drejtë të kërkosh respekt. Ke të drejtë të pranosh dhe të largohesh. Ke të drejtë të qëndrosh. Nëse e dëgjove këtë me zë dhe u bëre më i lehtë, është mirë. Nëse preku diçka të dhimbshme, i e but me veten. Dhe nëse ky video të ka ndihmuar, mos harro të pëlqesh, të shpërndash dhe të abonohesh në kanalin ton. Faleminderit për mbështetjen tënde.